Qytetin e Shkodrës është zhvilluar një aktivitet sensibilizues me rastin e 12 prillit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve në situatë rruge. Në këtë aktivitet, përfaqësues të shoqërisë civile shpërndan fletushka me mesazhe ndërgjegjësuese, duke theksuar tematikën kryesore të ditës: fëmijët në rrugë nuk kanë nevojë për lëmosh, por për mbështetje reale. Aktiviteti mblodhi qindra qytetar, të cilët u bashkuan thirrjes për të ndalur dhënien e paras në rrugë, duke përcjellë mesazhin e fortë: mos dhuro para, fëmia po shfrytëzohet. Organizatorët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit midis institucioneve dhe komunitetit për të siguruar një të ardhme më të sigurt për fëmijët, larg rrugës dhe pranë edukimit, dashurisë dhe përkujdesjes së duhur. Kjo ditë vjen si një thirrje për reflektim dhe ndërgjegjësim, duke kujtuar se çdo fëmijë meriton mbrojtje, arsim dhe një jetë dinjitoze. Një fëmijë më pak në rrugë është një hap më afër një shoqërie më të drejtë dhe më humane. Aktivistët theksuan gjithashtu se çdo institucion shtetëror ka përgjegjësi ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Nevojitet zero tolerancë ndaj shkeljeve të ligjit, si nga individët, ashtu dhe nga vetë institucionet që shpeshherë neglizhojnë këtë problematik. Në përfundim u bë apel që fëmijët në situatë rruge të trajtohen me dinjitet dhe mbështetje institucionale dhe jo me lëmosh, e cila vetëm sa i mban ata në një cikël të varfërisë dhe të shfrytëzimit.